vetëm një pyetje për tu. Por ç'do të përfundoj. Jo, një sekond, mos më lëviz nga kjo se e kam këti. Nuk lëvizëm se s'kam ku shkoj po. Tek dhimbja. Nga se mësoj del qartë që palloshi gjatë e do të hapin një herë tender me 50 milion më shumë. Tani i dhem si dhem. Herë ta vonë. Kjo çështje ka ngel aty. Ka ngel dhe pyetja një sekond, pyetja që do i bëhet Ramës është. Pyetja që do i bëhet Ramës është pse palloshi gjatë e donte me 50 milion më shumë dhe kush shkon te 50 milion? Po. Këtë nuk është fjalë dosë, është dosë. Ke vërtetuar ti që e kam kërkuar unë apo gënjen? Po mirë dhe. Ajo është kaq e vërtetuar. Se Balluku nuk thotë që palloshi gjatë. Balluku i thotë këtë tjetër. Ma ka shtu 50 milion. I thotë këtë tjetër. Ajo i thotë që unë po shkoj në një takim ke palloshi gjatë. Ja, i thotë tjetër, që unë po shkoj në takim ke palloshi gjatë. Po të nis këtë SMS-n dhe ti mani kush është SMS? Dhe ti ma nis me këtë përmbajtje kur ti më. Përmbajtjen e SMS-s. Do dal. Po që qofse ti e di dhe kjo përmbajtje e SMS-s të çon në përfundimin që Rama i ka kërku Ballukut që rritën me 50 milion, atëherë ne flasim kot. Një sekond. Por un po them. Ja po t'jap një tjetër. Po t'jap më thuaj ti mua. Ta them unë. Nga mëngjesi deri. Ja ta them unë. O mandi, më them thuaj ti mua. Sa duash. O mandi, më të them unë. 50 milion. Mandi, Mandi të them unë. Është shkresa zyrtare që i nis me email ministrës. Kush? Kompania turke. Ku i thot, pas takimit tonë që ne kishim me ty dhe me kryeministrin që ram dakord që kriteret të jenë këto që ta marrim ne. Po se kam lexuar. Është shkresa zyrtare. Është shkresa zyrtare. Po, ne e kam nxjerrë emisionin e kaluar madje. Ne që i ka thënë ram dakord me ty dhe ministrin. Në takimin, siç ram dakord me kriteret. Po, siç ram dakord, ne hapëm këtë e kam nxjerrë emisionin e kaluar, do e nxjerrim. Ne hapëm kompaninë. Kemi bërë filialin një që hapëm, po. Ka rënë dakord për kriteret e tenderit apo jo? Se qofse sipas bisedës që ne bëm, hapëm kompania turke thot, sipas bisedës që bëm me ty dhe me kryeministrin për kriteret e tenderit, është diçka tjetër dhe sipas bisedës hapëm kompani. Kjo normal që do hapësh një kompani tjetër. Po bisedën për ta marrë tendrin pra bën, për çfarë bën? Mandi bisedën për ta marrë tendrin. Pastaj janë biseda tjera që bën Berberi me Ballukun që thotë kompania e donte 3 vjet, siç e kërkuan ata, siç keni rënë dakord ju. Prova ka sa duhesh për këtë gjë. Prova. Do të thonë që Ramës kjo i dhëmbi dhëm. Po Pastaj se sa them do të shohim. S'ka nevojë për provë, se Ramës mund t'i dhëmbi që në 2016-ën mund t'i dhëmbin të ndënjurat që kur ka miratuar 17 VKM për senatorin Elbasanit, tu ka mbaruar historia. Çështja është Tera sot digjen, shkollak. Ndërkohë që ne paguajmë lekët. Pra, nuk është ky çështja, çështja është ajo që tha Bushati. Ma thoni një rast, do këtë po kërkoj nga Spaku. Belinda Balluku letëri e lirë gjithë jetën e gjithë kohën, bashkë me Rion Velin e tjerë. Ama unë du të di, si kemi arrit ne, që të organizohet një tender, të anullohet, të futen duart në sistem, të ndryshohen kriteret, të jepet dikujt tjetër, ku ka shkuar këto lekë, se kompania turke ka ndarë 23 milion euro dividend. 23 milion. I ka marrë, por ishte rasti tjetër shkollak. Dhe i ka ndarë çdo vit, në total janë 23 milionë. Dhe unë do ta di këto euro ku kanë shkuar. Unë e dëgjova. Kjo është puna që bën Spaku. Për një kompani që s'ka bë as si lek punë. Nuk ka sjell. Ta mbaroj më kurse kam dëgjuar. Okej, po jo zor. Do të dëgjoj prapë, s'është problem. Unë kam respekt, po të them. Qofse andaj ironi këta. Jo, e kam vërtet. Qofse andaj, ti po t'ja përgjigje, pavarësisht se ndonjë dyshim. Ti ke dyshime, po jam pa ironi. Këto 23 milion që janë nda. Ne kemi disa fakte që Spaku duhet na sqaroj. Asnjë inxhinier, asnjë punëtor, asnjë eskavator, asnjë trapan, asnjë gozh nuk ka ardhur nga Turqia për tunel. Kompania turke ka ardhur vetëm disa orë. Ka ardhur mëngjes, bile i vdiq dhe nona ti të shkretës, do kishte ardhur më herët, po Belinda tha, i vdita trojmë veta se s'kemi çfarë bëjmë tha. Dhe kë ka marrë 23 milionë euro. Të 23 milionë euro, po të ishin të Kristaqit, do thosha, ha gjynaf që na hikën jashtë, po fundit babës vetë i kishte. To janë të mijat, to 23 milion. Ndoshta edhe tuat, nëse ke pasaportë Shqipërisë. Kam. Dhe pagon taksë. Pra, këto 23 milion që turku i ka marrë, pa bosi punë, mund të du s'jarë nga Spaku.